Ja ku jemi sërish në podcastin Univlora, ku sjellim zërat dhe përvojat që formosojnë jetën universitare. Sot kam kënaqësinë të kem pranë meje një personalitet të rëndësishëm të Universitetit Vlorës, profesore asociuar Dr. Flora Qari. Me një përvojë të gjatë në mësimdhënie dhe drejtim akademik, ajo ka qenë për 8 vite shefe e departamentit të kimisë, ku ka përballuar dhe menaxhuar sfida të shumta, gjithnjë me përkushtim ndaj studentëve dhe zhvillimit të shkencës. Sot do të flasim pikërisht për këto, për sfidat, përvojat dhe vizionin e departamentit të kimisë. Mirë se erdhe profesore Flora. Përshëndetje Marita, faleminderit për ftesën në këtë podcast. E vlerësoj shumë të iniciativë të platformë të rekomunikimit të studentëve dhe pedagogëve për të shkëmbyer mes njëri tjetrit eksperiencat, problematikat, sukseset patjetër, pse jo edhe ëndra dhe synimet që kemi. Okej, profesore, pa humbur kohë, një historik të shkurtër në lidhje me krijimin e departamentit të kimisë në Universitetin e Vlorës. Departamenti i kimisë në fakt është një nga departamentet më të reja të krijuara në Universitetin e Vlorës. Fillesat i kanë pikërisht në 2008, kur drejtuesi i atëhershëm i Universitetit të Vlorës kërkoi që të rriste profilin e Fakultetit të Shkencave Teknike, duke ofruar edhe dek të profilit natyrar, duke fuqizuar programet në departamentin e matematikës dhe fizikës dhe duke ofruar programet e reja studimi në dekën e kimisë dhe biologjisë. Në 2008 u formua departamenti i biokimisë si një departament suport për lëndët kimi dhe biologji që programet të ndryshme studimi kishin nevojë, siç ishte navigacion, inxhinieria navale, departamenti i infermierisë apo programet të ndryshme të edukimit me Fakultetin e Shkencave Humane. Në 2010, nga departamenti i bazë i biokimisë u formuan 2 departamente të reja, departamenti i kimisë dhe departamenti i biologjisë, me synimin e ofrimit të programeve të reja studimit, të cilat erdhën pas studimit që bëm të tregut të punës. Ka pasur një periudhë që deka e kimisë u mbyll. Përse u morë ky vendim? Por u rihap përsëri. Në 2011 është viti i parë kur Departamenti i Kimisë ofron programin e studimit të ciklit të parë bachelor në kimi. Dhe 2 vite më vonë u ofruan programet master profesional dhe master shkencor në mësimdhënien e kimisë në arsimin e mesëm të ulët dhe arsimin e mesëm të lartë. Pavarësisht sfidave që pati departamenti në ato vite për fuqizimin e programeve, e cilësisë së programeve të studimit, përsosjen e programeve lëndore, paralelisht patëm edhe sfidën për të informuar studentët dhe për të patur një qasje pozitive të tyre në dek të cilat për tregun dhe për kohën duheshin dek të vështira. Në fakt, departamenti i kimisë nuk është mbyllur asnjëherë, ka qenë programi bachelor në kimi, i cili disa vite ka patur problematika në lidhje me numrin e studentëve. Janë problematika të cilat shoqërojnë programin e studimit në fakultetin tonë, por ecin paralelisht me të njëjtat problematika që ka dhe Universiteti i Tiranës, universitetet e rrethave, edhe universitetet e tjera në vendet të ndryshme të botës. Profesore, cili është misioni i departamentit të kimisë dhe në veçanti cilat janë programet që ofron? Misioni i departamentit të kimisë ka qenë ofrimi i programeve cilësore dhe bashkëkohore në lidhje me përgatitjen e profesionistëve të aftë në fushën e kimisë, me synimin që të përballojnë sfidat e reja që ofron tregu i punës, një treg pune i cili është vazhdimisht në lëvizje. Qyteti i Vlorës ka qenë një qytet industrial, i cili ka patur traditë dhe eksperiencë në fushën sidomos të kimisë, por ndryshimet strukturore ekonomike kanë bërë që në vite e parë të mos jetë më industrial, por të jetë industria e turizmit. Një industri e cila shoqërohet paralelisht me ndryshimet që ndodhin edhe në sektor të tjerë, siç është sektori i industrisë ushqimore. Ndryshimet që kanë ndodhur në krijimin e fabrikave të reja, pavarësisht se janë filiza të reja, janë ndërmarrje të vogla, jemi çuditur kur kemi marrë numrin e bizneseve të krijuara në qytetin e Vlorës dhe më tej në qytetin e Fierit dhe të Lushnjës. Kemi parë një numër të madh të bizneseve që shkojnë deri në 600, ka qenë një numër surprizues për ne, të cilët na shtyn pastaj që të mendonin për programe studimi, të cilat ndoshta nuk janë në dëshirën e nxënësve për shkak të vështirësisë që mendohet në lidhje me lëndën e kimisë, por që janë dek të reja për të cilat tregu i punës ka nevojë. Një nga këto ka qenë kimia, me synimin që të jetë kimi
të përgatis specialist edhe për industrinë ushqimore dhe për industrinë përpunëse të materialeve të ndryshme. Paralelisht me të përgatis dhe mësues të cikleve të ndryshme të arsimit përshkollor. I qartë, cilat janë programet? Programi që ofrojmë është programi i nivelit të parë, bachelor në kimi. E thashët e njerë që kemi ofruar disa vite, masën profesional dhe masën shkencor në mësimdhënien e kimisë të dy ciklet të arsimit AML dhe AMU. Në vitet e fundit kemi bërë një program të ristudimi, që është një program 2 vjeçar me karakter profesional, që është teknik laboratori kimik, ndërkohë që kemi punuar paralelisht edhe me programe të tjera studime. Kemi patur një bashkëpunim me Fakultetin e Shëndetit Publik për ofrimin e një programi teknik laboratori klinik. Është aplikuar, nuk ka marrë përgjigje pozitive për shkak të mungesës së infrastrukturës laboratorike, një infrastrukturë e cila në vitet e fundit është përmirësuar për shkak të projekteve të fituara nga Fakulteti Përkatës. Ndërkohë që jemi duke punuar që programin 2 vjeçar ta konsolidon dhe të bëhet një program 3 vjeçar, teknik laboratori kimik, por në një nivel më të lartë. Profesore, për 8 vjet ju keni drejtuar departamentin e kimisë, si shef e departamentit. Cilat kanë qenë sfidat kryesore që jeni përballur? Sfidat në kohë të ndryshme kanë pamje të ndryshme. Fillimisht sfida kryesore në ato vite ka qenë konsolidimi i departamentit, ofrimi i programeve cilësore, konsolidimi i programit, sidomos i programeve rëndore, dhe kualifikimi i stafit. Duke qenë një departament i ri me një staf të ri në moshë, më thonë, sfida kryesore ka qenë kualifikimi, marrja doktoratave, pas mbarimit të doktoraturave, një rrugtim për të patur një staf profesor të asociuar, pse profesor. Në vitet e tanishme, sfidat kanë ndryshuar, mendoj që sfida kryesore me të cilën përballet departamenti kimik sot është pajisjet dhe krijimi i infrastrukturës laboratorike të përshtatshme për realizimin e mësimit e para, dhe e dyta krijimi i laboratorëve me karakter shkencor, në mënyrë që pedagogët e departamentit të kimisë të kenë mundësi të punojnë në fakultet dhe të mos kërkojnë më mjedise jashtë Universitetit të Florës për patur bashkëpunime me universitet të tjera për shkak të mungesës së infrastrukturës. Kjo është sfida e parë. Sfida e dytë, mendoj unë, është konsolidimi i marrëdhënieve që tashmë i kemi me biznesin e të gjitha niveleve, në mënyrë të tillë që ato mundësi praktike që kemi siguruar për studentët të kthehen në mundësi punësime. Po planet për të ardhmen në lidhje me programet e reja akademike? Diskutimet e 2 viteve të fundit kanë qenë për 2 programe studime, duke parë edhe karakterin se polëviz, domethënë industria e qytetit Florës dhe e gjithë rajonit të Jugut. Programi i parë i studimit që kemi menduar, por nuk e kemi konsoliduar ende, është teknik laborator, teknik agro-ushqimor e para, dhe një variant tjetër është teknologjia ushqimore dhe siguria ushqimore që ka dalë një vit parë për problematikat që shkaktojnë sot në treg. Këto janë 2 programe që përpunojmë. Po në lidhje me praktikën profesionale, kërkimin shkencor, bashkëpunimin ndërkombëtar, dhe këtu duhet të ndalen tek politikat e departamentit të kimisë me studentët. Pika e fortë e departamentit të kimisë mendoj që është pikërisht realizimi i praktikave. Domethënë, duke qenë që kemi kaluar procesin e akreditimit, sugjerimi ka qenë shtimi i numrit të orëve të praktikës dhe prej vitesh studentët tanë bëjnë praktika pranë ndërmarrjeve. Sidomos programi profesional teknik laboratori kimik, ka programin e tij të praktikës në vit të parë, në të cilin përcaktohen një numër i caktuar ndërmarrjesh deri në 10, ku studentët bëjnë domethënë një panoramë të gjithë tregut të bizneseve që ofron qyteti Vlorës në lidhje me këtë deg. Në vitin e dytë, që kanë akoma më shumë mësimore në lidhje me praktikën, studentët shkojnë edhe ata shohin pranë ndërmarrje dhe për 15 javë në një numër orësh të konsiderueshëm, studentët marrin eksperiencë në lidhje me proceset që realizojnë ndërmarrje përkatëse. Për të 3 vitet për 2 vitet për programin profesional dhe për 1 vit për bachelorin në kimi. Ndërmarrjet janë, disa prej tyre kemi marrëveshje institucionale, siç është Instituti Ulliri, Drejtoria e Shëndetit Publik, Drejtoria e Ushqimit, AKU-ja. Kemi bashkëpunim me ndërmarrjen e prodhimit të ujit Vlora, të Ducati, me Teknoplastin, me disa fabrika të prodhimit të vajit të Ullirit, me fabrikën e përpunimit të Alpsale të Kripës,
Pra kemi shumë marrëveshje me shumë ndërmarrje në qytetin e Florës. Përveç Florës, prej 2-3 vitesh kemi marrëveshje të konsoliduara dhe me ndërmarrje si motra të qytetit të Fierit. Kështu që studentët sipas vendbanimit realizojnë edhe praktikat mësimore. Po planet për përmirësimin po themi infrastrukturës dhe pajisjeve laboratorike në shtyllë themelore për studentët. Ka përpjekje në gjitha vitet nga stafi drejtues për përmirësimin e infrastrukturës. Kuptohet që mjediset janë të limituara, ka problematika të ndryshme, më tepër për krijimin e një infrastrukture të plotë, jo për blerjen e disa pajisjeve të shkëputura. Pra të një infrastrukture që ka hapësirën e nevojshme, ka ujin, ka aspirimin, të pajisjeve të cilat vinë, por mungon procesi trajnimit apo procesi mirëmbajtjes në termat afatgjat. Ndoshta po të arrin të lidhen të gjitha hapat, që ato hapat të vegjël që janë për vit pas viti të vinë dhe të bëhen bashkë një panoramë të gjë, ndoshta do të përmirësohet ajo që ne sot e kemi pikë të dobët në departament. Qoftë laboratorit mësimore, qoftë laborator të mirëfillt kërkimor. Profesore, nga viti në vit ju keni bërë një rezume të punës suaj, si staf akademik. Si mund të përmirësohet angazhimi i studentëve në jetën akademike? Por edhe në komunitetin e departamentit është shumë e rëndësishme duhet përfshiktu dhe jetën sociale të tyre. Numrin e studentëve kemi të vogël, kështu që kemi shumë kollaj që ne bëjmë një pjesë e jetës së tyre. Kështu që tutelojmë studentët për gjatë gjithë viteve të shkollës dhe kemi krijuar marrëdhënie të qëndrueshme edhe shumë vite pas mbarimit të shkollës. Studentët tanë pavarësisht se kanë qenë të pakët në numër, çuditërisht kemi patur profile nxënësi të ardhur nga gjimnazet me mesatare të larta, të cilët kanë qenë studentë shkollore të Universitetit të Vlorës. Janë studentë të cilët na kanë bërë krenar, sepse kanë patur rezultate të larta edhe kur e kanë lënë Universitetin e Vlorës. Kemi rastin e një studentes Kristiana Capo, që ka qenë studente ekselente në bachelor kimie dhe ngeli studente ekselente në programin master që ndoshin në Universitetin e Tiranës, apo të një studenti tjetër siç është Kristi Duka, që gjithë ciklin e shkollimit e ka bërë në universitetin tonë dhe tani është studente shkëlqyer doktorate në Universitetin e Tiranës, apo të një studente, Elisinta Nuredini, e cila ka mbaruar gjithë ciklin e studimit në Universitetin e Vlorës dhe është një person i cili ka marrë titullin projekt manaxhere dhe menaxhon produkte të reja farmaceutike në një laborator shumë të mirë në Gjermani. Janë studentë të cilët na kanë bërë krenar ku kanë vajtur, ka studentë të cilët është shef i laboratorit në Amerikë në një fabrikë të prodhimit të kozmetikave, pra janë pavarësisht se i kemi patur të pakët në numër, shumë prej tyre kanë qenë të sfikatur. Kemi suksese edhe nga studentët që na vinë nga tekniku, kemi rastin e një studenti që është punësuar teknik i thjesht prodhimin në fabrikën e përpunimit të produkteve të qumshit lufra dhe tani është menaxher i fabrikës në Lufshën. Pra kemi eksperienca shumë pozitive të studentëve. Duhet ta ritheksoj këtë pyetje që padyshim profesore ka interese për maturatët. Cilat janë objektivat kryesore të Departamentit të Kimisë për vitin akademik 2025-2026? Dhe kjo vjen në një kohë që kemi edhe rikthim të degës së kimisë në vitin e parë. Kuptohet që objektivi i parë është konsolidimi i programit të studimit të ciklit të parë, bachelor kimie, krahas synimit për të hapur programe të tjera studimi. Mendoj që sfida jonë kryesore është procesi promovimit të programit të studimit. Një proces promovimi që merret seriozisht në universitetin, me thënë të drejtën, dhe realizohet vit për vit, por mendoj që ka vend për përmirësim. Nga ajo çfarë kemi bërë në vitet e tjera është që është një proces promovimi i degës që realizohet në semestrin e dytë të vitit të fundit të studimeve të shkollës së mesme dhe për mendimin tim është një proces që është pak i vonuar sepse nxënësit ndërkohë që në fillim të klasës së 12 i kanë marrë vendime për të ardhmen e tyre. Kështu që mendoj që ky proces promovimi e para duhet zbresi që në klasë të 10, kur fëmijët kanë ende kohë, domethënë, të informohen për tregun e punës, pavarësisht se duken vegjël në moshë,
dhe të rrisim përfshirjen e të gjithë aktorëve që marrin pjesë në vendimarrjen e këtyre fëmijëve për të ardhmen, që ka të bëjë me përfshirjen së pari të prindërve, që janë elementi i rëndësishëm në vendimet që ata marrin për të ardhmen, patjetër edhe të mësuesve që janë pjesë dhe janë një komunikimi e jona me fëmijët. Po t'i përfshim të gjithë aktorët dhe duke bërë atë që në shkollat e huaja do quaj përshkrimim karriere, ndoshta pak më i kujdesshëm, pak më specifik, duke dhënë informacione për ndryshimet që bën tregu i punës në të ardhmen, ndoshta do arrinim të informonim çfarë po ndodh me tregun ndërkombëtar të punës. Unë nuk do të bëj thirrje për fjalë të mëdha, por do jepja 3 statistika të thjeshta. E para është që 87% e punonësve në Amerikë vënë në dukje në pyetësorët e realizuar në Amerikë që janë shumë të interesuar të intervistojnë dhe të marrin në punë njerëz të cilët kanë dije shumë të mira në të gjithë spektrin STEM, që është shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë. Paralelisht me procesin e punësimit bën diferenca dhe në sistemin e pakës. Kjo është në lidhje me Amerikën. Në lidhje me Europën, edhe këtu ka pyetësor, sondazhe të realizuara çdo 5 vjet në lidhje me tregun e punës dhe ka një rritje prej 20% të tendencës së vendeve të reja pune që lidhen me shkencën, ndërkohë që për të gjitha zanatet që s'kan lidhje me shkencën ka një rritje prej 4%. Nuk është, po ta marrë si numër total vende pune, kategoria e dytë ka më shumë numër vende pune, por rritja i takon pjesës së vendeve të punës që kanë lidhje të drejtë për drejtë me shkencën, në të gjithë spektrin e shkencës, fizik, matematikë, kimia dhe biologji. E para dhe e dyta është niveli i pagave për këto lloj zanatesh ka një shkëputje të dukshme në lidhje me zanatet e tjera. Ndoshta po të fillojmë të informojmë, domethënë nxënësit, çfarë ofron tregu në 10 vitet e ardhshme, cila është tendenca, se statistika dalin kush është tregu i punës në 10 vitin e ardhshëm, dhe t'japim informacion për këto statistika që tashmë janë zyrtare, ndoshta do ndryshonte këndvështrimi i tyre, i prindërve, i gjithë aktorëve që marrin pjesë në këtë proces. Sa qartë. Çfarë mund të bëjë universiteti për të mbështetur më shumë departamentin e kimisë, përfshirë edhe në programet akademike? Mendoj që nuk na mundon të shkojmë. Mendoj që ka mungesë infrastrukture që ndonjëherë vijnë jo për mungesë dëshire, por për mungesë kushtesh. Po të bëja lidhje pak me ekonominë, do thoja që ka nevoja të pakufizuara midis burimeve të kufizuara. Kështu që ne përpiqemi të përshtatemi ndër këtyre burimeve të kufizuara. Profesore, si mund të përmirësohet cilësia e mësimdhënies dhe ndërkohë angazhimi i studentëve në projekte akademike? Ka gjithmonë bën përmirësim, nuk mund të themi që kemi arritur perfeksionin, por mendoj që stafi i departamentit të kimikë, duke qenë staf i rinjosh, e përshafon kollaj teknologjinë dhe e aplikon, janë bërë vazhdimisht pjesë e programeve të trajnimit për teknikat e reja të mësimdhënies. Ka përpjekje për të futur studentët në punët e vogla kërkimore që realizojnë pedagogë të ndryshëm të departamentit. Për shembull, si vjet ka patur aplikime në projekte që ofron Agjencia e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit dhe futëm 2 studentë në programeve tona. Përveç kësaj, studentët kanë punuar në projekte lëndore, që kanë qenë projekte të vogla kërkimore brenda kushteve që ofron departamenti dhe fakulteti. Kur kanë qenë studentë masteri, patjetër kanë bërë tema diplome që kanë qenë kërkimi Mirfield. Ka vend për përmirësim. Mungesa e infrastrukturës së laboratoreve, sidomos të laboratoreve kërkimore, na kufizon ne në përfshirjen e studentëve në këto procesesh. Projektet në të cilat ne marrim pjesë janë më shumë projekte të cilat janë të Bashkimit Evropian, që marrin nga kontaktet që kemi me pedagogët e Universitetit të Tiranës apo profesorë të huaj, të cilët nuk na lejojnë shumë përfshirjen e studentëve. Kemi punuar fort në për vite për të nxitur studentët tanë të marrin pjesë në programet Erasmus. Ka interes të shtuar nga viti në vit dhe si vjet mendojmë që 3 studentë janë të interesuar për të aplikuar për programin Erasmus në semestrin tjetër. Bashkëpunimi midis Departamentit të Kimisë dhe departamenteve të tjera në lidhje me
bashkëpunimi ndërdisiplinor desha të thosha. Sa efikas është, profesore? Ka bashkëpunim, nuk është një bashkëpunim sporadik, sidomos me Departamentin e Biologjisë, kemi patur vazhdimisht bashkëpunim të qëndrueshëm, kemi aplikuar në projekte të përbashkëta, kemi fituar projekte të AKSH 2 herë. Në dijenin time dhe projekti që është aplikues ende nuk ka marrë përgjigje, që është për ekstraktimin e bimëve medicinale, ka përfshirje të pedagogëve të Departamentit të Biologjisë. Përveç bashkëpunimit që kemi patur me Departamentin e Biologjisë, ka bashkëpunim edhe me kolegë të nderuar të Departamentit, diku të Departamentit të Fizikës. E qartë. Ndoshta është konsideruar si një pyetje klishe, por është shumë e rëndësishme në fund të intervistës, profesore Flora. Një mesazh për të gjithë maturantët të cilët ndoshta janë dënuar kryq. Është faza kur kryen ata aplikimin e formularit A21 për të marrë drejtimin e jetës së tyre, për të zgjedhur atë degën që do të jetë profesioni i tyre. Cili është mesazhi juaj për këta maturantë? Unë do të ftoja të gjithë gjimnazistët e qytetit Vlorës dhe mëtej që të aplikoni në programet e studimit që ofron Universiteti Vlorës. Ka disa arsye pse duhet të aplikojnë në Vlorë. E para, numri i grupeve të vogla të studentëve bën që pedagogu të jetë më pranë studentit, të ofrojë më shumë mundësi, siç janë rastet e programeve Erasmus+, ku studentët tanë kanë një numër shumë të madh të bursave në vende cilësore, siç është Spanja, siç është Italia, siç është Gjermania, Polonia e vende të tjera, mundësi të cilat në ndjenin time nuk i ka kaq ndaja Universiteti i Tiranës. Jo se nuk i ka si numër, por për shkak të numrit të madh të studentëve, mundësia që të shkojnë te studenti mesatar, te studenti pak më mesatar ose në mesatar nuk është kaq i lartë. E para. E dyta, për shkak të vendit që është pak më i vogël dhe të kontakteve që ti ke në kollaj me biznesin, ofron mundësitë më të mira për të bërë praktika në një diapazon më të gjerë të ndërmarrjeve që ofron qyteti i Vlorës, i Fierit, i Lushnjës. Përveç kësaj, kemi një staf të ri shumë të kualifikuar. I gjithë stafi, po flas për departamentin e kimisë, por jam e sigurt që është shumë në gjitha departamentet, tashmë është një staf i cili është i gjithë titullin doktor shkencash, një pjesë e madhe e stafit tashmë janë në rrugtimin në fazën finale të titulleve profes apo profesor. Kështu që guxoni, aplikoni në Universitetin e Vlorës, mendoj që është një nga zgjedhjet më të mira për universitetet që ofron Shqipëria. Ishte kënaqësi të kishe profesore në këtë intervistë. Faleminderit, Marita. Kënaqësi dhe për mua.